Atëherë, pse këto njerëz ne nuk duhet që ti çojmë në pjedestal? Pse duhet lejmë ne që sot gruaja e heroit ton kombëtar të jetë akoma e varrosur në Valencia të Spanjës? Pse duhet të lejojmë që nipi i tij Alfonsi të jenë akoma atje? Unë kam ikë, kam vizituar ato në manastirin mbretëror të Shenjtë Trinitas në Valencia. Ato nuk kanë gjë kundër që ti marrin dhe ti çojmë në mënyrë triumfale. Me shumë gjas mund të jetë dhe një arkë mbyllur që ka marrë me vete Donika, që mund të jetë dhe estra të heroit ton. Por të paktën janë me siguri ato të Donikës dhe të Alfonsit, nipit 15 vjeçar që ja vran në Valencia, që i ngjartë kryesis Skënderbeu. Ishte i fuqishëm e provokuar në duel qëllimisht për ta eliminuar, sepse kishte një kunxhura kundër familjes së Kasteropi. Kishte një kurth. Ai ran kursi, ishte 15 vjeçar, shqiptar, gjak nxehtë dhe me një herë zori shpatën dhe shpatagjiu më i madh që kishte atëherë Valencia e theri mrapa tek ura afër manastirit, ku Donika ka bërë një rrënkim të tillë që është në kronikën e kohës, është shkruar, është çdo gjë dokumentuar. Pra pse nuk i sjell? Pra ne duhet marrim këtë iniciativë, okay, që edhe ato të vinë në Shqipëri sepse janë figura të mëdha. Kemi pra Konstantin Areni, që është punati i Skënderbeu, i cili ka një kështjellë të jashtëzakonshme këtu afër jush, që është Montefiore Conca. Montefiore Conca, kështjella e Montefiore Conca, që është në kurrizë të Apeninëve midis Romanjës dhe Markeve, edhe është Montefiore Conca, kush ka mundësi të shkojë ta shoh, është kështjella ku ai mbylli syt 70 ca vjeçar, kishte 7 fëmijë mbrapa, të mbartuar me gjithë mbretër dhe princat në Evropë, lidhi krushi me gjithë njerëzit më të fuqishëm, okay? Dhe ky ishte ndërkohë Konstantin Areniti, që thash ishte figura më e madhe për mendimin tim, i lindur në Shqipëri, ishte ambasador karriera e tij, ambasador personal i Paps. Vikari imperial, pra me këmbës i perandorit Massimilian i parë d'Habsburgo të Austrisë për Italinë, ishte governatori di Forlì, ishte feudal i Fanos, pra Fano, që e keni këtu afër dhe Fanon, ky ishte feudal di Fano. Ja kishte lënë papa. Atë titull dhe ishte feudal, ishte pronë e tij. Ai e vendoste vita miracolo për qytetarët e Fanos në atë kohë. Pra, ky ishte Konstantin Arianiti, një figurë jashtëzakonshme. Për të konkluduar pastaj me familjen e Dei Durazzo në Genoa, kush ka mundësi që të shkojë në Genoa, shikon akoma ato pallatet della famiglia Dei Durazzo, Dogi që ka udhëheq pra president për 200 sa vite, fëmijë emigrantë shqiptar pra, të ardhur nga Michele Lazi, ishte themeluesi i dinastisë, dhe javuri Lazi se kanë qenë ato shqiptarët atëherë kanë qenë shumë më furba se ne, shumë më rafinuar, shumë më finok, si thonë ne në gjuhën shqipe, sepse i kanë lënë gjurmë në mjemër. Ai kishte Lazi, po Lazi që lexojmë këtu mund të ishte harruar ai që është i kthej mjemër dhe e vuri Durazzo përpara se nga vdeka javuri i fëmijëve të tij Durazzo, dhe u transmetu mjemri Durazzo dhe mbeti komponenti shqiptar brenda. Siç bën shumë tjerë, siç ishin skulptorët e famshëm të Venecias, që ishin midis Venecias dhe Trevisos, që ishin dy skulptorë të mëdhenj, Girolamo Albanese dhe Gian Battista Albanese. Girolamo Albanese, Gian Battista Albanese janë dy figura të jashtëzakonshme të shekullit 16 në skulpturë, arkitekturë dhe pikturë në Venecia, janë të shquar ato njihen. Ato dhe la Statua del Redentore, që është në qendër të Vicenzës, në qendër është një statuë e madhe, la Statua del Redentore, që është sipër statuja sipër është e bërë nga Jeronim Albanese, Girolamo Albanese, nga ky pinjoll i familjes albanese, që ishin nipat e Pal Drishti. Pal Drishti kishte ikur nga Shkodra në pushtim dhe kishte hapur një botegë që kishte qenë skulptor. Se ne thënë, po si është e bujë që Shqipëri si kemi. Shqipëri rrenuar 500 vjet, 450 vite robëri otomane, kanë sheshuar nga faqja dhe gjithçka. Në tokë është shumë e pasur sot, por urojmë që të fillojnë zbulimet kur të jenë çdo gjë më e sigurt. Jo sot. Dhe Pal Drishti e ndroi emrin dhe e bëri albaneze, vetëm për të majtë originalitetin, sepse filloi botega e tij, Bottega delle Artica, kishte ai, ishte talent Pali. Filloi kishte sukses dhe është akti i ndryshimit nga Pal Drishti në Pal Albanese. Dhe i biri i tij ishte lidhi i biri pra dhe mori emrin Francesco Albanese. Francesco Albanese ishte dhe ai skulptor, piktor, arkitekt dhe transmetoi gjithçka tek dy korifej që njihen në Venecia, që ishin Girolamo Albanese, Jeronim Albanese dhe Gian Battista Albanese. Janë veprat pafund në Isola del Giglio, Isola di San Giorgio, Shën Gjergjit në Venecia,
komplet faqata e katedrales janë 5 statujat më të famshme që ka ai ishu, që janë bërë nga dora e Girolamo Gjon Battista Albanese. Ok, vllai i madh që ishte më i famshëm. Pra janë disa indikatorë që ato për të mos harruar origjinalitetin i dhanë mbiemrat. Sot ke 7.000 sa mbiemra albaneze në Itali, ke rreth 6.000 sa albanezi dhe ke edhe rreth 5.000 sa që janë me mbiemër alban. Pra, po ta marrësh Zenikelin dhe fjalor italian, thot oriunti originali dell'antica Albania.